Në kam mbledhur sot këtu Todi Lupi, që dikur në nxirrte nga kjo sallë të qeshur të gëzuar, edhe sot na ka sjellë të përlotemi e të qajmë vërtet se ne iku njeri i mrekullueshëm. Iku një nga njerëzit që meriton shumë të dalë bashkë nga kjo sallë me ceremoni e me nderimin e gjithë këtyre njerëzve, të cilët e deshin. Unë kam pasur te Todi një aktor nga më të mirët, po, se po, por ndoshta më i mirë se që kisha shpresuar të ishte. Zoti Kulla, mendoni se aktorët fjerak kanë marrë vlerësimin e duhur për sa kohë ishin gjallë? Kjo është një problem që nuk mund të shtrohet sot në një ditë të tillë, sepse është një problem që hyn në mes kritikës, trajtimeve. Problemi është që unë kam mendimin se aktorët fjerak janë shpërblyer nga publiku në radhë parë, kanë triumfuar me artin e tyre dhe kanë zënë një venderi në të tërë stadin e Republikës Shqipërisë. Fal punës, fal talentit tyre të jashtëzakonshëm, dhe ishte një fat i madh gjithë këto trupa edhe teatrit edhe të estradës. Por më vjen keq që konstatoj, sidomos që nga kjo vdekje ose edhe një çik më parë, se ky teatr e ka paguar, si me thënë, shumë tribut mundimit dhe kanë ikur shumë veta nga trupe teatrit, pothuajse 90% janë të vdekur. Derisa vdiq Fuat Boçi, estrada nuk ishte asnjë të vdekur, po pastaj edhe këtu filluan. Ja, Sotiri sapo iku, të tërë këta ishin vlera që justifikojnë vërtet tërë nderimin që